protestoni sot për çfarë? Për kërkimin e pagave tona dhe disa kushte më të mira të punës tonë. Jemi jashtë afatit për marrjen e pagave. Në kontratë kemi në datën 12. Sot është data 15 dhe ne nuk kemi marrë akoma pagat. Pra ka kaluar me 1 muaj? Jo, të pagat e nëntorit. Disa ditë? Po, disa ditë kanë kaluar. Për shkak të informacioneve të fundit dhe çfarë kemi lexuar në media, dhe ne jemi shumë konfuz dhe shumë të indinjuar dhe çfarë mund të ndodhi se po vjen afron dhe muaj tjetër, ne nuk kemi marrë pagat e muajit nëntor. Dhe po çfarë po ndodh në kompani? Kompani bankës tani për shkak me gjithë informacionet që kemi është një kolaps për mbytjen e doganave, akcizës, me informacionet që kam unë. Nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Po, kontakte kemi pyetur kështu, po përgjigje nuk na jep njëri. Ne përfaqësohemi nga kompania jonë Global Energy dhe këtu kërkojmë mbi të gjitha të parën dhe të vetme që vijnë punë, marrim në rrogën tonë. Pastaj për të tjerat i takon kompanisë bankës. Ne kompaninë kontra. Vijon kjo situatë problematike këtu në kompani? Ky është një muaj parë që ne kemi ashtu, po na jemi shumë të indinjuar sepse kemi ase përshkallëzohet kjo gjë me gjithë informacionet që kemi. Keni frikë për të ardhmen? Kemi frikë për të ardhmen. Jemi këtu përfaqësuar. Ne jemi kompani rreth 150 punësorë, 200 që nuk kemi marrë pagat e muajit nëntor. Duhem pagat tona, kemi lënë afat një javë, si që ta dhe më përpara. Si kemi marrë akoma. Gjithë të shumica me kredime, borxhe. Ndërkohë puna në fushë vijon? Puna në fushë vijon, por me ritmen të janë ulur. Puset janë ndalur, prodhimi është ndalur. Po vazhdo në bllokohen çdo gjë. S'ka shitje. Asnjë informacion s'kemi, këta thonë nuk dim gjë, jo sot, jo nesër. Në dienën tuaj përfaqësues kineza, ka këtu në 2 goca, 2 kineza, ato s'din ku janë për vete. Qa thonë tani, nuk thonë pastaj. CEO, nuk është CEO. As CEO, s'është asnjë gjë. Mendoni se po shkon drejt falimentimit? Se dim. Desa rrethana në këtë mënyrë, gjëra që po duken, si dihesh. Krishtinë e viti i ri po afron, do ta festoni, keni buxhetin? Ja do ta festojmë kështu, marrim borxh, po na dhanë. Po sa dhanë, do rrim, ç'do bëjmë? Protestojmë sot sepse kemi vonesë të rrogës të muajit nëntor. Ne kemi afat kohor të rrogës nga data 8 deri në 12 dhe rroga nuk është hedhur akoma. Ne kemi lënë me fjalë një javë afat dhe akoma nuk na kthejnë përgjigje konkrete. Duam një përgjigje konkrete, me fjalë, prandaj po protestojmë. Çfarë pozicioni keni? Unë punoj teknik suport, domethënë mekanik në fushë, në Bankës Petrol. Po kjo është duku deri nga shtatori, tetori, me fjalë. Kjo situatë. Dhe nuk japin përgjigje, as se ky është një filial i Bankës Petrol, nuk është mema kur i thon, po gjandej fillojnë gjitha. Në dienën tuaj jeni vetëm firmë nën kontraktorët? Jo, janë të gjithë në kontraktorët. Gjithë në kontraktorët e Marinzës po bëjnë gati nga qeshori e këtej s'kan marrë parat në fjalë. Punëtorët. Keni lidhur me një grup pune që të bëjë kontakt me drejtuesit e bankës? Po kontaktin po e bëjnë vetë këta të firmës Energy Global. Dhe akoma s'na kanë kthyer përgjigje. Presim email. Dhe vetë kompania po thonë që është në kolaps. Me fjalë depozitat e fushmarinzës duhet mbajnë dhe 24 orë, me fjalë, se zblokuar shitja. Dhe s'japin asnjë përgjigje. Ka ndodhur ndonjëherë një situatë e tillë në kaq vite? Në kohën e Covidit ndodhi 3 ditë, 4 ditë që serdhi anija dhe pastaj u shirua çdo gjë. Kjo është herë e parë që ka vajtur në këtë situatë. Dhe nuk ka asnjë përgjigje. Të ardhme për protesta që të bëjmë. Për të drejtat tona, për atë po punojmë. Do përshkallëzojmë protestat? Po normale, të gjithë. Bashkohemi gjithë. Po të gjithë bashkë do bëjmë, tani është një qëllim. Ne nuk po punojmë për rrogën, po kërkojmë, s'po kërkojmë asgjë. Pak se na diskriminojnë në anët e tjerë, po pak të japin rrogën. U kemi lënë dhe afat, një javë mbrapa, tani s'kemi çfarë bëjmë. Duke qenë se është fundvit, janë 150 punonjës pa paguar, do të festojnë? Ç'do festojmë?
Gjysma e këtyre janë me kredi këtu, gjysma janë, ku ta di, halle, borxhe, smundje, ku ta di sa halli kanë gjithë. I shikojnë kështu po hezitojnë të flasin, po gjithë janë me halle, se të vish këtu të kërkosh. Po, protesta, të kërkojmë drejtën tonë. Bashkohemi gjithë si në kontraktorë, po duhet veri dorë dhe shteti, se edhe shteti bën një syqor dhe një veshurt. Sepse është qelbur në koka atje lartë, pa vinë këtu jo. Janë gjithë, janë bërë mafje, kriminel, politikan, pa është kjo kauzë, që po shkojmë këtu në këtë gjendje. Ka marrë. Ma të mbledhen këlla, se të në shtu, qamure. Hajde. Mirë, këto pyet sa veta janë.